Kur kanë kaluar gati 3 vite nga implementimi i hartës së re gjyqësore, e cila në juglindje mbylli përfundimisht gjykatën e shkallës së parë të Pogradecit dhe apelin e Korçës, avokatët deklarojnë se kjo reformë mbetet një dështim. Sipas Endrit Çelës, shërbimi gjyqësor jo vetëm që është larguar nga qytetarët, por këta të fundit vetëm për një çështje civile rrezikojnë të presin 10 deri në 15 vite e bashkë me dyfishimin e kohës së procesit. Dyfish kanë pësuar edhe pagesa ndaj avokatëve që ndjekin çështjet. Çela thotë se kjo hartë gjyqësore duhet të zhbëhet dhe në një mendim është edhe dhoma qendrore e avokatisë. Sipas Çelës, zhbërja e saj do të shkurtonte kohën e proceseve dhe qytetarët do të merrnin drejtësinë që kërkonin. Pothuajse 3 vite nga implementimi i hartës së re gjyqësore dhe rezultati i saj është ajo që ne prisnim, pra dështimin total të kësaj reforme në raport me interesin e qytetarit. E them që ka ndodhur dështimi total për shkak sepse dy janë elementet kryesorë që ka prodhuar kjo reformë. Së pari, ka shtyrë te çdo afati normal proceset gjyqësore për çdo person, dhe së dyti, ka të paktën dyfishuar kostot për të ndjekur një proces gjyqësor. Ka ardhur në pikën ku qytetarët po mendojnë që proceset gjyqësore të caktuara të mos i ndjekin më për shkak sepse e humbin interesin në përfundim të tyre, pra proceset gjyqësore në momentin që kanë përfunduar për shkak të zgjatjes së afateve dhe për shkak të rritjes së kohës, qytetarët e humbin interesin për ta ndjekur dhe për ta përfunduar të proces gjyqësor. Për të ndjekur një proces gjyqësor civil, të duhet të presësh 10 vite aktualisht. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që kjo kohë nuk ka ardhur duke u paksuar, pra duke u shkurtuar si kohë, po ka ardhur duke u zgjatur si kohë. Po flasim 10 vite aktualisht dhe nëse sistemi vazhdon me gjendjen që është tani, kjo kohë mund të rritet edhe më shumë. Unë mendoj që ka ardhur momenti që ne ta shohim seriozisht në çdo reformë që bëjmë, po dhe në këtë reformë të hartës së re gjyqësore, të shohim atë që është më e rëndësishme, që është interesi i qytetarëve. Ta ç'bëjmë të reformë dhe të shohim si mund ta zgjidhim këtë problem në mënyrë që qytetarët të marrin atë që u takon, pra të ndjekin proceset e tyre dhe nëse ju takon e drejta e tyre ta marrin brenda një afati të arsyeshëm kohor, sepse është një parim i njohur i së drejtës që do të thotë drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar. Tashmë godina e gjykatës së Pogradecit, në të cilën në vitin 2012 u investua miliona euro për të rikonstruktuar sipas standardeve, është thjesht një godinë fantazme në qendër të qytetit që e bën amortizimin e kohës.